Përshëndetje miq dhe mirë se po takohemi me recetën e radhës. Sot do ju prezantoj tespishte tradicionale të anës së Dugaxhinit, tespishte me miell misri dhe orra. Një gatim tradicional dhe shumë i pëlqyer i rrafshit të Dugaxhinit. Unë jam pro që t'i ruajmë me shumë fanatizëm dhe t'i përcjellim tek gjeneratat e reja recetat e vjetra. Fillimisht për të përgatitur këtë tespishte, shkrim 250 gram gjalp. Tek gjalpi shtojmë një gotë vaj, një gotë kos apo jogurt, shtojmë një gotë miell misri, shtojmë 100 gram orra të bluara, për këtë mas nevojiten gjithsej 5 gota miell të bardhë, hedhim gjysmën e miellit, e përzijem prapë. Tek mielli shtojmë një pak o pluhur pjekje, tek gjysma e përgatitjes së brumit shtojmë një vezë, pastaj shtojmë gradualisht miellin e mbetur. Brumin e punojmë derisa të arrijë këtë mos apo këtë trashësi të përgatitjes. Tepsinë e lyejmë me vaj apo me gjalp. Pastaj brumin e kalojmë në tepsi dhe fillimisht e rrafshojmë me duar. Pastaj rrafshoni me këtë të holluese nëse e keni, nëse jo, është më rëndësi vetëm të jetë e rrafshuar në mënyrë të barabartë. Prerjen mund ta bëni sipas dëshire, por kjo prerje i shkon më shumë tespishtes tradicionale të anës së Dugaxhinit. Pjekja është më rëndësi, pjekja bëhet në temperaturë 180 gradë për 45 deri në 50 minuta. Apo varësisht edhe nga furrat që i keni, mund ta kontrolloni pasi të merrni një ngjyrë të artë të mbyllët. Tespishtja është pjekur mjaftueshëm. Vazhdojmë me përgatitjen e shërbetit. Në tenxhere shtojmë 500 gram sheqer, shtojmë 700 ml ujë. Pra shërbeti zihet për 20 minuta nga momenti që fillon të vlojë. Në 5 minutat e fundit shtojmë rreth 30 ml lang limoni. Pastaj hedhja e shërbetit bëhet tek tespishtja e vakët, ndërsa shërbeti të jetë i nxehtë. Pra shërbeti përthithet i gjithi, është mirë të shërbehet pas 12 orëve. Uroj të jetë edhe pëlqyeshme për ju. Miru takofshim në recetat e radhës.